8 subjekte juridike, duke përfshirë 3 markete, 1 farmaci dhe 3 importues të mëdhenj të pemëve dhe perimeve, janë mbyllur për 15 ditë pasi nuk kanë respektuar masat e marzhit të qeverisë. Në disa prej tyre, inspektorati ka gjetur marzh të lartë deri në mbi 70%. Drejtori i inspektoratit të tregut Vlatko Stojkovski thotë se inspektorët deri më tani kanë shkruar gjoba në vlerë prej 42.000 euro, ndërsa 30 raste janë duke u përpunuar dhe po bëhen analiza të hollësishme. Në 3 markete, 1 farmaci dhe 3 importues më të mëdhej të perimeve dhe frutave, së bashku me inspektorët konstatuam marzh të lartë deri në 70%, deklaroi Vlatko Stojkovski, drejtori i inspektoriatit shtetëror të tregut. Inspektorët kanë vërejtur lëshime dhe në dyqane të tjera. Inspektorati shtetëror i tregut u bën thirrje të gjithë qytetarëve që vërejnë parregullsi të denoncojnë në numrin e telefonit në inspektoratin e tregut ose në faqen e internetit. Marzh nga 5 deri në 20% në marketet për produktet në qarkullim, mbi 30% produkte më pak në qarkullim dhe produkte jo ushqimore higjienike, ushqim për fëmijë e kështu me radhë. Ndërsa në rastin e importuesve, marzhat e fitimit bruto janë përcaktuar për importet në faturë në treg të lirshëm. Mund të them 30 deri 50%, tha Vlatko Stojkovski, drejtori i inspektoratit shtetëror të tregut. Stojkovski thosë se të gjitha bizneset e vogla dhe subjektet e mëdha që shesin me pakic çmimet e produkteve do të duhet t'i publikojnë në faqet e tyre të internetit dhe t'i përditësojnë ato çdo ditë. Gjoba për mos respektimin e ligjit të lëvizin nga 500 deri në 10.000 euro, në varësi të madhësisë së objektit, si dhe ndalim pune 15 ditë.